E shkelur ky rregull? Dikur ka pasur kuota, pra nuk duhet të kalonte më shumë se 20%. Kjo shifër u hoq, pra u hoq përqindja, dhe në këtë pikpamje, si thua tani 20% janë nga shërbimi. Jo, është 20%. Jo, janë nga shërbimi. Pjesa tjetër është 20% ishte ky diskutimi i abuzivitetit pastaj me emërimin e ambasadorëve. Pra 20% kanë qenë me ligjin e mëparshëm, ka qenë 20%, por edhe ai nuk respektohesh, shpesh ishte i shkruar, po si thua kishte përjashtimet e veta dhe shpesh siç ndodh. Po mirë, tani ky titulli ambasador është një pension i parakoshëm? Po, një farë mënyre, unë kisha shkruar këtu se tha zotria përpara, bordero të mëdha punësime dhe qokash. Edhe kisha bërë dhe këtu piramidën e burokracisë. Një farë mënyre duhet që ata të ishin katalizatorët për të ndihmuar vendin plan ekonomik, politik, diplomatik, etj. Dhe funksioni është honorifik në vetvete i ambasadorit. Pra ka një orar që shkojnë në zyrë apo duhet kishte për turizëm të gjatë? Një farë mënyre duket si një mënyrë punësimi, turizëm i gjatë, rregullimi familjes, dhe pastaj punësim familjar. Shkollimi fëmijëve, një shtëpi pleqërie andej, ose punësimi për fisin edhe për të afërmit edhe njerëzit e tjerë. Ajo që... Po, le ta vazhdoj. Nuk e di, për mua është hera parë, po... ndoshta po marrin flasin për profesion që asnjë nga ne nuk e ka ushtruar. Këtu dhe ndoshta do ishte shumë etike të flisim për profesione. Po sa veta japin mend për gazetarin, tani t'japim ne mend për ambasadorët se janë bërë. Unë doja të flisja. Është e bukur që Geronde e thot me drejtë që kjo pjesa që asnjëherë për nesh nuk e ka ushtruar këtë. Pavarësisht shkallës juridike që kemi ne për diplomacinë. Pjesë e mirë e ambasadorëve nuk e kanë ushtuar. Kjo është e bukur, asa ta vetë se kanë ushtuar. Do të theksoja është e vërtet, po është më sinqert ndoshta, pavarësisht se ne vim nga fushat të cilat merremi me me analizën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe me mënyrën se si funksionon geopolitika, gjithë gjërat, diplomacia nuk është gjë tjetër vetëm zbatim i parimeve ose teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra diplomacia është një praktikë që çdo shtet që kur është krijuar si një lloj funksioni i shtetit synon që ajo të përfaqësojë marrëdhëniet midis shtetërore nëpërmjet një hallke ndërmjetësve që janë ambasadorët, pra ambasadat në çdo vend. Ne kemi sot tashmë një seri ambasadorësh me karrierat gjata diplomatike që janë në pension dhe ndoshta për të folur si thua më shumë se për çfarë duhet ambasador, mund të ishte më mirë që në këtë panel të ishte njëri. Jo, se ata do flisnin me gjuhë ambasadoriale. Jo, ne jemi më troçista. Ne jemi më troçista. Më praktike. Jemi më praktike, se ata do fillonin të flisnin me gjuhë të pambuk. Dy fjali.